Rreshtet e rrëmbyeshme të shiut të shoqëruara me erë dhe breshar kanë shkaktuar kaos në shumë pjesë të Shkupit. Rrugët e qytetit pothuajse të gjitha janë përmbytur, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe të komsorëve. Pamjet e siguruara nga televizioni Shenja tregojnë rrugë të mbuluara nga uji, të cilat në shumë vende janë bërë pothuajse të pakalueshme dhe janë shndruar në liçene të vogla. Automjetet lëvizin me vështirësi, ndërsa në disa akse rrugore uji ka mbuluar pothuajse tërësisht korsitë e qarkullimit. Përveç rreshjeve intensive, situatën e ka rënduar edhe breshëri, i cili për disa minuta goditi pjesë të qytetit, duke shtuar vështirësitë në komunikacion dhe duke shkaktuar shqetësim të qytetarët. Qytetarë të shumtë publikuan në rrjetet sociale fotografi dhe video nga lagje të ndryshme të kryeqytetit, ku shihet se kanalizimet nuk kanë arritur ta përballojnë sasinë e madhe të ujit. Kujtojmë se rreshje shiu të ngjashme ka pasur edhe gjatë pasdites së djeshme, të cilat erdhën pas temperaturave përvoluese. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat e prekura, të kenë kujdes gjatë drejtimit të automjeteve dhe të ndjekin rekomandimet e institucioneve kompetente deri në normalizimin e situatës.